dhe nënshtroi diellin. Shkencëtarët thonë se nëse do të supozohej që të gjithë njerëzit të përfitonin nga çdo energji diellore që e lëshon dielli vetëm gjatë 1 sekonde, atëherë kjo energji do t'i mjaftonte tërë botës dhe krijesave që gjenden në të, për një periudhë 100.000 vjeçare. Mendoni rreth asaj energjie të madhe që lëshon dielli dhe shërbimet që na ofrohen falas për ti, të cilat Allahu i bëri për ne. Vërtet Allahu ka thënë të vërtetën në Kur'an kur thotë: "Dhe diellin dhe hënën që lëvizin vazhdimisht, ai i ka vënë në shërbimin tuaj natën dhe ditën." Kur'an. Dhe fjala sekhara, vuri në shërbim, e përdorur në ajetin kuranor në gjuhë ka kuptimin: e ngarkoi me punë pa shpërblim për atë që bën. Kjo është dhe detyra e diellit. Prandaj, apo mendojmë për mirësitë e Allahut ndaj nesh?